Posta e Kosovës ka bërteditur se ka nisur shpërndarjen e gjobave digjitale për shkeljet e trafikut, një iniciativë e rëndësishme që rrit sigurinë dhe përgjegjësinë në rrugë. Në njoftim thuhet se ky hap modernizues e bën procesin më të thjeshtë dhe më të shpejtë për qytetarët, duke siguruar një menaxhim efikas të detyrimeve të tyre. Gjoba dërgohen drejt për drejt në adresat e qytetarëve, duke ofruar një mundësi më të përshtatshme dhe më të thjeshtë për të realizuar pagesat. Për më tepër, qytetarët mund të paguajnë gjobat në çdo zyrë postare të Postës së Kosovës, duke u dhënë fleksibilitet dhe komoditet. Ky shërbim inovativ mbështet angazhimet të Policisë së Kosovës dhe të komunave, duke kontribuar në një trafik më të sigurt dhe një mjedis më të rregullt. Ky është një hap përpara një krijimi të një infrastrukture më të sigurt dhe më të besueshme për të gjithë qytetarët, thuhet në njoftim. Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, bëhet e ditur se gjobat do të dërgohen tek kundërvajtësit përmes Postës së Kosovës dhe përmes platformës e-Kosova. Çka duhet të dini? Pronari i automjetit do të pranojë gjobën në adresën e tij. Nëse ai nuk është drejtuesi i mjetit në momentin e shkeljes, është i detyruar të sigurojë të dhënat e shoferit. Mos të dorëzimi këtyre të dhënave sjell masa ligjore për personat fizik dhe juridik, sipas nenit 254 të ligjit, thuhet në njoftim. Po ashtu, sipas njoftimit, bëhet e ditur se qytetarët kanë edhe lehtësira të cilat përfitojnë 50% zbritje në pagesë nëse paguani brenda fatit ligjor dhe kanë të drejtën e ankesës nëse nuk pajtohen me gjobën.